Pasi je rilindur dhe ke vendosur të ndjekësh Zotin Jezus deri në fund, hapi tjetër që duhet të marrësh është të pagëzosh në ujë. Ky është urdhri i Jezusit tek Mateu 28 vargu 19 dhe tek Marku 16:16. Mos prit shumë gjatë për të pagëzuar në ujë. I thuaj mirupafshim mënyrës së vjetër të jetuarit dhe përkushtoju me mishë me shpirt shpëtimtarit të botës, Jezusit të mrekullueshëm. Pagëzim mund ta bëj pastori një kishe ose drejtuesit e një grupi të krishterë ku ti merr pjesë në takime. Unë jam pagëzuar shumë shpejt pasi e pranova Jezusin. Nuk kaluan as disa muaj dhe si mu dha mundësia, u pagëzova. Pse të prisja? Uji ka me bollëk. Pagëzimi është dëshmimi i jashtëm për atë që tashmë ka ndodhur brenda teje. Ti dëshmon botës së dukshme dhe asaj të padukshme që ti i përket Jezusit, edhe do të jetosh për të. Besimtarët në fillimet e krishterimit pagëzoheshin menjëherë pasi besonin. Nuk prisnin me vite të tëra, siç ndodh edhe sot, por i bindeshin urdhrimeve të Jezusit pa hezitim. Kështu që nëse vërtet je i vendosur në besimin tënd tek Jezusi, mos prit gjatë. Shko dhe fol me pastorin e kishës që ai të jap një mësim fillestar në lidhje me pagëzimin dhe pastaj pagëzohu në ujë. Bëj atë që fjala na urdhëron.